ata që janë kështu që kanë panik për këtë gjë, atëherë po del prapë se jemi në këto shtete shumica që bëhet fjalë edhe Mali ka një numër të caktuar shqiptarëve, Maqedonia po ashtu, po Serbia po përjashtohet për kësaj ideje, kurse këtu po mesin një nga arsyet pse ne nuk e kemi përmend këtë fazë Serbinë edhe Bosnën është fakti se një nga parakushtet për bashkëpunim është natyrisht që shtetet ta njohin njëra tjetrin. Serbia vazhdon të kundërshtojë na njeh neve dhe ngjashëm është edhe Bosnia. Domethënë këto dy shtete nuk e kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur, kështu që parakushti i parë nuk plotësohet. Si ka njohur Kosovën, po ka njohur të trisht. Mirë, po duhet ta njohin të gjitha shtetet, duhet ta njohin njëra tjetrën sepse në tavolinë do të ulen si shtetet e barabarta. Diskutimet për ndryshimin eventual të politikave apo që mund si rrjedhoj të ketë edhe ndryshimin e ndonjë ligji, do të jetë një marrëveshje përbashkët ku 4 shtetet ose 5-6 sado shtetet që do të beshin pjesë e saj, duhet të diskutohet si partnerë të barabartë. Unë e përmenda edhe më herë, do të thotë se shtetet në këtë rast e ruajnë sovranitetin e tyre dhe flasin si partnerë të barabartë. Frika ose paranoja, më shumë ta quaj, për krijimin e Shqipërisë së Madhe përjashtohet me faktin sepse këtu do të jenë edhe malazezët dhe maqedonasit. Dhe fakti që kjo është një organizëm ku pjesën më të madhe qytetarët janë me nacionalitet shqiptar dhe nuk mund ta përjashtojmë se ne ashtu në Ballkan po të mirët, domethënë kombi nacionaliteti, ne edhe ashtu jemi shumicë, kështu që kjo nuk përjashtohet. Mirë, po ulja në tavolinë si partner të barabartë dhe në këtë fakt ulen shtetet si partner të barabartë. Kosova flet në emën të Kosovës, nuk flet në emën të gjithë shqiptarëve. Gjashtë është Shqipëria. Kjo model, fakti që ka qenë sepse Ballkani edhe pse ka që për momente qetësie, ka marrëveshje të nënshkruar letër, ka marrëveshje ekonomike, marrëveshje të arsimit, prapë se prapë si ndezet në Shkëndi, Maqedoni, ose Dukin Prishevës, ose dikon që e tregon që nuk është një farë stabiliteti që është shumë i qëndrueshëm. Shumica këtyre marrëveshjeve nuk kanë pasur ajo që në anglisht quhet një follow-up. Ajo që ne mendojmë është se pas nënshkrimit eventual të një traktati do duhet të krijohej një lloj sekretariati, i cili mandej do të kujdesej dhe do të monitoronte respektimin, në fakt zbatimin e gjitha këtyre marrëveshjeve të nënshkruara, sepse me siguri nënshkrimi i traktatit do të ketë do të pasohet me një sër marrëveshjeve ose nën marrëveshjeve tjera. E theksova edhe më herët, shembuj të tillë ekzistojnë, kështu që ne nuk ka nevojë të zbulojmë diçka nga zero. Ne duhet të marrim shembuj pozitiv, siç janë ai i Beneluxit, apo i Vishegradit, apo Këshillit të Shteteve Nordike. Ne besoj se ka shtatori do të mund të realizojmë një vizitë në sekretariatin e Beneluxit dhe më vonë ndoshta edhe në Vishegrad për të parë se si kanë funksionuar praktikisht këto marrëveshje. Fakti që në Ballkan gjithmonë ekziston më shumë një gatishmëri për të mos zbatuar diçka sesa për të zbatuar, besoj se një herë për gjithmonë duhet të ulemi dhe ta ndrojmë këtë. E thash edhe më herët, synimi ynë është integrimi në BE. Kështu që atëherë nuk ka hapësirë që të heqim, të marrim vetëm të zbatojmë një pjesë, një marrëveshje që na konvenon neve më shumë dhe një pjesë tjetër jo. Dhe nëse kthehemi mbrapa dhe shohim historikun e krijimit të BE-s, në fakt ajo ka lind si rezultat pas një konflikti. Do të thonë kur shtetët këtë rast, sidomos Franca dhe Gjermania, po dhe Italia dhe shtetet tjera që janë shtatë themeluese të BE-s, e kanë kuptuar se rruga më e mirë është bashkëpunimi sesa konflikti mes këtyre shteteve. Dhe ky është edhe një nga sukseset e deri tashme të BE-s, se shtetet anëtare asnjëherë nuk kanë pasur konflikte të armatosura ose edhe konflikteve të llojit ndryshme mes vetes, sepse ato kundërshtime qofshin edhe konflikte, janë zgjedhur përmes rrugëve të bashkëpunimit dhe të dialogut të brendshëm. Kështu që mendojmë se kjo është edhe një nga të arritura që do të mund të ishin prej krijimit të një organizmi të tillë edhe mes këtyre 4 shteteve dhe në momentin pastaj të integrimit të këtyre 4 shteteve në BE. Kjo tani
Natyrisht se do të ekzistonte se e tillë, sepse ekzistojnë edhe pse janë anëtarë të BE-s, Beneluxi akoma ekziston, vendet e Vishegradit akoma ekzistojnë, dhe në fakt një gjë pozitive është po ashtu se Kosova ka aplikuar që të jetë pjesë e Vishegradit, sepse ajo është zgjeruar tani me anëtarë observues edhe të vendeve tjera, dhe fakti që Kosova tashme ka treguar një gatishmëri që të jetë pjesë e organizmit të tillë, është edhe një hap përpara. Ne kemi pasur takime me presidentin Jajaga, javën e ardhshme do kemi takime edhe me ministrin e punëve të jashtme dhe të integrimeve, dhe ajo personalisht e ka prit bukur hapur këtë ide dhe ka premtuar se natyrisht se do ta studioj pak më shumë dhe po shpresojmë se do ta kemi për krahjen e saj dhe për t'ju kthyer edhe një herë mbrapa pyetjes tënde më herët se si kanë reaguar shtetet tjera. Edhe Maqedoni është diskutuar në nivelin politik, sidomos nga ana shqiptare, por edhe nga ana maqedone, dhe ne shpresojmë se pas tani kur ta merr presidencën zoti Nishani në Shqipëri, kjo do të fillojë të diskutohet edhe në Shqipëri, dhe shpresojmë që të jetë një nga temat e diskutimit të takimit të ardhshëm të presidentëve, samitit i cili do të mbahet diku shtator, mos gabosha, apo në tetor në Podgoricë. Faleminderit shumë që shqetësohet edhe që shpjeguat pak më shumë për këtë modelin e Beneluxit, por duket që një model i mirë, po tash sigurisht do të keni mundësi tjera në intervista tjera që edhe më shumë të elaborohet, të debatohet edhe të shpjegohet edhe më shumë. Jemi në fillim, kështu që faleminderit edhe juve për mbështetjen. Do të vazhdojmë në pjesën tjetër të orës 7.